Sot është data 6 janar dhe përgjithsisht në praktikën e fetare dhe jo fetare, me thënë të drejtën, është dita që hiqet bredhi i Krishtlindjeve apo bredhi i vitit të ri. Nuk e di nëse e keni ditur ndonjëherë apo e keni dëgjuar, por në praktika supersticionin ndërkombëtare ka disa rite të cilat thuhet që duhen bërë për të patur një vit sa më të marë në procesin e heqjes së bredhit. Kështu që sot kam përshtypjen do na ndiqni me vëmendje para se të hiqni bredhin tuaj të festave, që të bëni ato ritet për një fat të mirë, se ato 12 kokrat e rrushit i hëngrën poshtë tavolinës me datën 31, të shohim tani për fat se si do të na heci në pjesën e heqjes së bredhit. Prandaj dhe në studio kemi ftuar Elena Demollarin. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe juve dhe gëzuarin vitin mbar. Gëzuar i dashur, vitin mbar qoftë. Kuptohet nëse do ta heqësh pemën në mënyrën e duhur sot. A janë të vërteta këto supersticione apo janë thjesht legjenda urbane? Jo, janë të vërteta, se dhe këtu e 30 ditë më përpara nuk kanë qenë këto pemët artificiale, po kanë qenë pemët origjinale, siç përdorshë pisha. Po, e vërtet. Pisha, dhe në momenti që të bënin këto zbukurimet, në momenti që iqet pema e vitit të ri, pema e vitit të ri mirënin disa monedha. Monedha mund të ishte një argjend, mund të ishte një metal, mund të ishte një unas floriri, por mund të ishte një metal. Okej. Në momentin që i qe pema, mishë edhe një pjesë e pemës. Një deg. Një deg, dhe si që kanë qenë këto pishat, një deg dhe i futnin në një gotë me ujë. Do me thonë, e vinin diku në një dolap, ose si për dolapi, dhe banin gjithë vitin. Pastaj, kur vinte vitin bas vitit, e mirëni dhe futnin të pema për sëri. Tek pema e vitit tjetër? Pema e vitit tjetër. Për vazhdimësi. Për vazhdimësi. Pastaj pjesën e këto pjesët gjëra metalike, do me thonë jam përdor për mbarësi. Dhe duhet jo të marrë se ka persona që të shiko do të marrit e futit e kuleta. Ose pa jo, monedha duhet të rinë shpi që të futet lekun shpi. Unë e përmenda Albani që ishte shumë interesante që më bëri përshtypje pjesën e monedhës. Pra, që si pas një kulturë që tani nuk e di se nga ishte se mbaj mend, kur iqet bredhi, vendoset monedha dhe... Vendoset monedha... Futej në portofol, ti thua jo? Jo, mund të lijet monedha, dhe mund të jetë një monedhë metalike, mund të jetë përsëri një unas serme ose një flori, dhe brenda 24 orëve ajo duhet të lijet në shtëpi, jo të mirët me vete, se mbarësin duhet të ketë shtëpia. Se në momenti që të i fut në kulet, normale do e prishësh atë. Pa Albani do që të ketë vetëm për vete, jo edhe gruaja dhe ato të kulturës. Ato të kulturës i ka letësuar. Po pati gruaja kemi dhe ne, nuk diskutohet. Po gjithsesi u dashkër ka mbajtur në shtëpi për mbarësi. Për mbarësi që dhe çdo vit që ty mbarësi në shtëpi. Ekziston një supersticion, për shembull, nëse mban qatë pemën të sjell ters, dhe në fakt kjo është një nga arsyet që hiqej masivisht pema. Është e vërtet se sa më shumë ta mbash pemën, aq më tërësit sjell. Dhe pjesërisht duhet ta heqësh ditën. Ditën, sa doja të pyesja? Jo natën, pse jo natën? Jo natën për arsye se thonë që nata ka të bëjë dhe forcat e errta, ka të bëjë dhe këto energjit negative dhe ndjellet i tërësit. Se të marrim një pemë, dhe ta heqim, ta vëm mbrapa shpiva diku tjetër në një magazin, mund të nxjellë dhe tërëslik. Dhe thonë, pjesërisht mund ta bësh edhe në ditën. Por zakonisht ditën bën. Okej. Shiko, të bëj një pyetje konkrete sepse kam përshtypjen që edhe zonjat që janë duke na ndjekur, ato të cilat besojnë, sepse më duhet ta theksoj këtë gjë. Këto janë supersticione, shumë nuk i besojnë, shumë i besojnë. I ka nga ata të cilët e kanë vënë që me datën 6, që është praktike dhe fetare, ka nga ata që e kanë vënë më përpara. Ne po flasim për ata, keni parasysh informacionin në këtë rast zgjidheni vetë. Nëse e doni mbajeni, nëse doni nuk e mbani. Praktikisht, pra, kur heqim bredhin, çfarë të bëjmë me të? Ta djegim, ta hedhim, ta ruajmë, se këto originalet nuk ruhen. Originalet nëse janë me rrëj mund të mbjellen. Unë për shembull bredhin tim do ta mbjell diku tjetër. A është mirë kështu ta mbjellësh? Nëse është origjinal, pemë pishet, ti mund ta mbjellësh edhe nëse ka ambient shtëpi private, mund ta mbjellësh edhe në shtëpi. Po në pallat, në balkon ta mbaj. Pastaj në pallat mund ta mbash edhe në një kuti që mund ta përdorësh prapë.
Por Një vazë. në një vazë, mund ta mbillësh edhe në një vazë, por sot ai kur koha e pemëve origjinale, se mbajnë artificiale më shumë. Po artificiale për praktikisiteti, po. Po, jo, a vlen këto praktika për artificialen apo vetëm për origjinalen? Shiko, këtu e 30 vit më përpare se ne kemi qenë të fëmijë të vegjël dhe kënaqshimi, shkomi mirë në përmale pemë, bëmi pemën e vitit të ri ande këte. Por ndryshon origjinale, ndryshon origjinale me artificialin, se gjë artificiale ngelet artificiale. Dhe origjinali ka pasur më atë lezetin, ka pas më lezetin e vetë, se cilë në gjallëri. E kuptaj. Po në sensin e supersticionit, vazhdon kjo praktika e monedhës të vlej dhe për atë artificialin, pra ku kemi pasur pemën artificiale të vë monedhën? Po, e mira është që është më mirë që të kesh pemën e vitirit të kesh origjinale. Okej. Por që gjithsesi vlen edhe të vinë para për ata që janë supersticiozë, nëse vë këtë monedhën, apo ndonjë unaz. Unaz ose ser, pisërisht duhet gjë metalike ose ser, ose unaz. Duhet ta vësh në vendin ku ka qenë pema. Në vendin ku ka qenë pema. Sa duhet ta lësh? 24 orë, pastaj mund ta heqësh, mund ta mbash në shtëpi. Okej, në një vend pak më të sigurt që të mos i ikë. Gjithsesi, heqja e bredhit është një supersticion tjetër, shënon mbarimin e gëzimit. Po, mbarimin e gëzimit, do me thënë njerëzit duke filluar që nga data 25 dhjetor, me ditëlindjen e Krishtit, dhe pasaj ato festat që kemë, dhe pasaj mbarimi, që këtu mbarojnë ato festat gëzimet. Sot është edhe dita e ujtë bekuar, no? Ujtë bekuar. Prandaj vihet, hiqet në këtë periudhë, sepse është kjo periudhë që është e fokusuar dhe lënë. Shiko, kam dëgjuar një supersticion tjetër tani, më thuaj nëse është e vërtet apo jo, që bredhin duhet ta heq një person i vetëm, jo shumë njerëz, pra jo gjithë familja, dhe përgjithsisht personi që e ka bërë, thuat. Po, mund t'jetë e pestari familjes, mund t'jetë mami, mund t'jetë babi. Po, dikush, po. Po duhet t'jetë i vetëm një person ta heq? I vetëm një person. Për shembull, unë pemën e vitit të ri e kam vendosur vetë, e kam hequr vetë. Po pse duhet një person mos të ndihmojë? Çfarë ndodh? Duhet, por arsye se ka supersticione se të po mblodhen shumë veta, mund të mblidhet dhe ato energjit negative dhe duhet vetëm një person i vetëm. Okej. Më konfirmo pak të lutem. Besoj që bredhi thotë duhet hequr me qetësi, informacioni dhe pa nervozizëm, sepse nëse bëhet kjo praktik kështu, sjell tensione gjatë gjithë vitit. Po, sjell tensione, një energji negative dhe një shpërqendrim të shtëpisë, do me thënë njerëzit bëjnë shumë nevri, kacarohen. Okej. Para se ta çmontosh, thot informacioni, fiki drita, thot, dhe tani, ky informacion janë praktika të ndryshme në përbotë, jo domosdoshmërisht janë vërteta. Thuaj me zë të ulët ose në mendje, thot, faleminderit për dritën dhe gëzimin që mësolle. Po, ka edhe këto që përdorin në moment që fiken drita dhe mund të ndezet dhe një qeri për të ndriçuar gjithë vitin. Është edhe kjo gjë. Po, sa bukur. Do me thënë, e fik dritën, ndezin qeri dhe e çmonton. Fik dritën, e çmonton, fik dritën, e çmonton dhe mund të ndezet dhe një qeri. Do me thënë, për të çuar përsëri dritën aty ku do ti. Okej. Mos e hiq, një supersticion shumë i vjetër, thot mos e hiq para 6 janarit, para ditës së sotme, dhe mos e lër as pas mesit të janarit, thot. Ta lësh shumë gjatë, do me thot ngecje, stagnim. Ta heqë shumë herët, largon gëzimin, thot informacioni. Po prapo, në momentin që ti heqë shumë herët, largon atë gëzimin. Në momentin që ti heqë më mbrap, do me thonë ti ngecësh. Ti ngecësh në vënd. Në gjuhë popullore ngecësh në vënd në mura. E kuptoj. Jo, unë po t'i lexoj çfarë kemi si informacione dhe pastaj ti më i konfirmon ose i hedh. Janë të gabuara. Nuk hidhet, thot, i tëri në një qese. Nëse bredhi është artificial, hiq vetëm dekorimet një nga një, thot, falenderoj simbolikisht për çdo element. Nëse është natyral bredhi, disa mbajnë një deg të vogël për disa ditë, ato që the pak më përpara ti. Shumë besojnë që pasi hiqet bredhi, ky është një tjetër supersticion, duhet të ajroset shtëpia, pra hapen dritaret për një orë. Po, bëhet një pastrim total i shtëpisë, pastrim generalit së shtëpisë për pastruar gjithë ato. Bëhet ndezja e qiriut që tha edhe Eleni dhe digjet pak, kjo është praktik pastaj për ata të të temjane, janë këto temjane, për të larguar ato energjit negative të vitit të kaluar. Një gjë shumë interesante që ishte si bestytni e vjetër,
zbukurimet e thyera ose drita që nuk ndizen, mbajnë energji të keqe, kështu që mos i mbani. Po, mbajnë energji negative, mbledhin energjit negative. Edhe nëse për shembull e kemi shumë të rëndësishëm atë se ki parasysh kemi filluar që për festa të bëjmë për pemë ndonjë gjë të personalizuar. Po, në momentin që një poç thyet, atëherë ndjell tërslik, dhe ai poç duhet të jetë fare. E pa personalizuar. Po, ide dhe personalizoj një tjetër nëse që nga e vërtet ky supersticione na sjell jo mbarësi, na sjell ters, po në djallë të vena të poçat e thyer, ç'po mba kemi tersin në shtëpi. Gjithsesi, atëherë, vendoso diçka të gjallë në vend të tij. Kur thotë të gjallë, prisni tani. Quhet macet? Për të mos lënë zbrasti energjike, thot informacioni, një bimë jeshile, një qëri që e tham, ose një objekt druri natyral që jep vazhdimsi për jetën. E vërtet pra mund të është e vërtet, mund të jetë ndonjë zbukurim që ke dëshirë ti, ose mund të jetë ndonjë lule fatësjellse, ndonjë vazo me lule fatësjellse. Vazo me lule mund ta lësh atë. Okej. Duhet ta lëm aty për gjatë gjithë vitit apo? Mund ta lësh gjatë gjithë vitit që të kesh atë energjinë. Po tani kjo varet ku ke vënë bredhin, se po ta kesh bredhin në mes të shtëpisë, të lësh i vazo. Ka dhe persona që atu ka vënë bredhin, mund të vënë frigoriferin, mund të vënë dhe lavatriçe, nuk i dihet. Po nuk është gjallë ajo, si për lavatriçe, se si për frigoriferit vendosni diçka. Mos u kthe thot informacioni, pasi e nxorre. Një supersticion shumë interesant thot, pasi bredhi del nga shtëpia, mos u kthe që ta shohësh. Simbolizon ecjen përpara, pa u kapur pas të shkuarës. Po, në momentin që ti heq bredhin, nuk duhet të kthesh mbrapa ose të kthesh kokën mbrapa. Po, unë do ta shoqëroj sepse më ka dhënë momente shumë të gëzuara. Po mirë, okay, po nuk duhet ta kthesh, se ai do të thonë, çat ka ndodhur 2025-ën ti s'duhet të kthesh mbrapa. Duhet të ecësh përpara. Cilat janë supersticionet, se mirë, okej, për bredhin e kuptuam pra, shpresoj të keni, ju që besoni, ju që je pëlqeni këtë gjëra, shpresoj të keni kapur disa element. Për fund viti ka disa supersticionet të cilat bëhen, kjo se më lindi nga grënja e 12 kokrave të rrushit. I hëngra, me thënë të drejtën. I hëngra? Tani kam një pyetje. Po thonë që i hanë ato që janë single zakonisht. Jo, kishte ta praktika tjera. 12 kokrat martohesh, të fejosh. Ashtu është? Nuk është për fat? Po pse 12? Do martohem, do fejom 12 herë? 12 që përfaqëson 12 muajt e vitit. Po, prandaj po them, për fat. Dhe i thonë 12 kokrat e vitit, do me thonë, çdo kokër ka muajin e vet. Po. Prandaj, unë kam një pyetje. Kam bërë një gabim, më duket. Ke ngrënë 13? Jo, kam ngrënë 12, por ca i kisha të bardha, ca të zeza. Nuk ka lidhje fare, nga rushi që ke marrë. Pasi hëngra, thash i sekond, njëri muaj, pra do më shkoj i zi dhe tjeti i bardh, kështu i bie? Nuk ka lidhje fare. S'ka lidhje? Nuk ka lidhje fare. O në njëri, në tjetrin do martohesh. O me bjonde, o me brune, kështu i bie. Unë i martuar jam. Po hajtë, nuk s'ka problem. Ashtu do i kesh ngrënë edhe kokrat e rrushit më përpara, kështu mikse dhe gruaja të ndiron flokët, një herë bjonde dhe një herë brunë. Ja, gjetëm. A ka ndonjë gjë, ndonjë supersticion tjetër, pra, pasi heqim bredhin, ndoshta bëjmë edhe këto temjane, diçka që mund të bëjmë personalisht ne që vitin na shkojmë mbar, dhe a bëhet kjo sot në datën 6 kur heqim bredhin? Në momentin që hiqet bredhin, në momentin që bën pastrimin gjeneral të shtëpisë ose bën këto ritualet që për largimin e temjanit ose energjit negative, mund të bësh edhe një dush, mund të bësh edhe diçka për të bërë një pastrim të vetes tënde. E bën dhe pastrimin e largon ato energjit negative. A ka ndonjë këngë që mund ta themi? Jo, kur mos thua jo, më tjetër. Në shtëpi ku ta ndjesh veten rati, datësh në dop, datësh në kuzhinë, ku ta ndjesh veten rat. Okej. Dgjoj. Tani se për ty kam përshtypjen të këtij vinë shumë njerëz. Po. Për çfarë vinë më shumë? Për të bërë parashikimet, sipas shenjave të horoskopit, sipas planeteve me letra tarot. Prit se. Vinë më shumë për dashuriçka apo për para? Shiko. Apo për tradhti? Shiko, ka pasur dhe tradhti, po kohët e fundit mua më kanë ardhur biznese të mëdha që janë të bllokuar, e kanë dhënë veten të bllokuar. Kam pasur dhe situata të vështira që kanë gjetur dhe magji në shtëpi. Rastin e fundit të një klientes i kishte gjetur një kukull vudu në makinë. Vudu? Vudu, po. Rastet në vinë që rastet bëjmë parashikimi, si do jetë situata, kam konflikte me burin, seanca gjyqësore,
kam një gjyq, si do më shkoj, jam prak divorci, do me thonë, janë persona familjar që vinë për hallet të tyre problemet e tyre. Jo, patjetër, du të kesh një hall, se normalisht nuk po për qef, nuk vjet për qef. Po jo, ta bëna këtë pyetje sepse jam vërtet kurios të di se për çfarë interesohen më shumë shqiptarët, domethënë më shumë ti për çfarë vinë. Shikoj, në rrjetet sociale ke shumë që flasin për tarot, por të paktën që do të dinë ku të besojnë, se okay, se Elena është e licencuar, arsimuar, ka 20 vjet dhe mund ta ketë dhënë ti nga Zoti, në radhë parë nuk kam dhënë ti nga Zoti. 20 vjet, plus me profesor, 5 vjet, 6 vjet me profesor, por është puna që të dinë ku të shkojnë, ku të dinë të besojnë. Okej, se Elenën e besojnë më shumë se është person publik. Po e kuptoj, po patjetër se imazhi publik ndikon shumë në besim, patjetër. Po vetëm po shkoj te Elena, thotë, po bëj një parashikim, po të shikoj situatën, si do më eci me që besojnë të person publik. Pastaj, dhe në parashikimet unë jam 100% sakt. Ashtu ë? Po. Po do të bën një parashikim me ty. Me gjithçka. Çfarë shën horoskopi ti? Binjakët. Edhe me ascendent Luan. Me ascendent Luan, me hën nga forre, me... Sigur po të shef pak shtrëmbël. Jo, mirë. Mirë jam, shkej që ka. Si qeshe. Nuk e di, të pa pak me dyshim. Jo, nuk ka me dyshim. Shiko, nuk s'është nevojë të shikofim, të shohim njerëzit me dyshim. Nuk ka problem. Por të them, Alban, drejt me drejt parashikimet, se një astrologe që është e vërtet, nuk duhet të bëj muhabet. Unë kaq di. Them vetëm shenjën e horoskopit të zbërtej vetë. Kur ta pletra dhe e thot Lena ke të drejtë, se kur ke jetuar me mua në shtëpi. Ashtu po ti tregon të shkuarën apo të ardhmen? Shiko, letra tarot janë përdorur në Egjiptin e lashtë. Patjetër se kemi folur. Janë 100 vjeçare, do me të flasim për të kaluarën tonë dhe për të tanishmen të ardhmen. Dhe unë te psikologjia të japin këshilla, do ndodhi kjo, do ndodhi kjo. Do me thot, dhe në fakt bëjnë në realitet. Është një parashikim. Aman, atë ka ardhur njëri e fundit kjo. Ose e para fundit. Atë ka ardhur ndonjë vajzë e cila ishte e dashuruar shumë me një person, me një çun që ai nuk e donte dhe të ka thënë që unë e dua këtë si t'ja bëj. Po ka shumë persona. Ka shumë persona, po unë jam një tip që nuk pranoj, se ka persona që kërkojnë dhe magjinë e zezë. Ashtu të kërkojnë? Hajde njerë. Kërkojnë dhe magjinë e zezë, po unë jam kundra këtyre gjërave. Je kundër? Jam kundra. Pra ka njerëz që vinë dhe kërkojnë që dikush që kanë fiksim të fiksohet pas tyre? Në momenti që këto ka kontaktuar me persona të tjerë në rrjetet sociale, si mos në TikTok, dhe kam premtuar që ti se të bashkojun të bëj unë ande këte, por është bashkimet nuk bëhen, rrallë tek mund të bashkojnë çiftet, ose është e thënë nga Zoti, që këtë person do ta bashkoj me këtë. Cila është magjia më e fortë dhe që më e paprishme? E cila më... Shiko, unë kam thënë për televizionet të tjera, kam si kemi dëgjuar ato televizionet e tjera, në intervistat që Shqipëria është bërë vend i magjive. Po. Për shembull. Edhe këtu e ka thënë. Po, e kam thënë, Shqipëria është vend i magjive, po e kam thënë edhe për arsye. Magjia me vezë është magjia që do shkatron komplet. Ajo, me vezë. Me vezë të zirë apo të me vezë të zirë ose... Po çfarë funksion të veza? Dhe ku e vën vezën? Shiko. Na falë se ke dy kalamajt të cilët janë shumë kurios për të parë. Dhe pyetja jurë kësë kam përshtypjen ka më shumë rëndësi se sa imja në këtë rast. Bëjnë rituale okulte që mund të jenë persona që mund të jenë magjistar, që mund të jenë posaçërisht magjistar që mund të kenë mbaruar shkollën për këtë punë. Okej. Po, dhe mund të kesh edhe persona që bëjnë rituale okulte, do me thënë mund të bëjnë dhe pakt me demon ose me djallë, ose janë shkrime djallëzore. Okej. Po, ne kemi parë shumë, që edhe në përmuret e Tiranës ka pasur rituale okulte, ose shkrime djallëzore. Por magjia me vezë është me keqe. Magjia me vezë, magjia afrikane, magjia nigeriane, magjia vudu, ke dhe magji në Rusi. Po jo, e di që është praktike. Po, ke dhe Rusi. Pasaj, ke në pjesën e Italisë, në Torinos, ke dhe shumë persona që janë shumë persone që mund të kenë kisha që shkatrojnë magjin, ose mund të kenë dhe persona të tjerë që bëjnë magjin, janë posaçërisht këtë shkolla. E kuptoj. A ndodh një njeri që të humbas jetën për shkak të magjive? Po, kam pasur dhe shumë kliente që kanë tentuar të kalojnë dhe në vetvrasje, por në momenti që kanë komunikuar dhe mund të kenë mbajtur 1 muaj, 2 muaj, vetëm me komunikim që e kam kthyer përsëri në të njëjtën situatë. Zot na ruaj. Ndonjëherë, edhe një gjë, një sqarim të vogël fare, se sigurisht që duhet jemi politikisht korrekt për gjithë ata që janë duke na ndjekur, ndonjëherë ka njerëz të cilët vuajnë nga ankthi dhe mendojnë që i është bërë magji,
që për ata të cilët besojnë të supersticioni është okej, e rëndësishme është të drejtohen diku edhe të flasin me dikë, sepse nuk ka rëndësi se kush është, a është një person që sheh letra tarot, a është një astrolog, a është një hoxh, a është një mjek. Megjithatë, për raste të tilla, gjithmonë e kam rekomanduar psikologu është i pari. Po, psikologu është i parë. Pavarësisht që profesioniste si ti që ke bërë një shkollë. Mund të evidentoj Elena dhe e çon pastaj tek mjeku. E bën këtë gjë që nëse vjen dhe ka ankth dhe ti evidenton që nuk ka të bëjë me këtë pjesën okulte, po ka të bëjë me pjesën psikologjike, e ke drejtuar tek mjeku. Jo, edhe kur kam bërë parashikimin ka të më vikesh ti vetëm parashikim, por nuk je për mua, je për psikolog. Okej. E kuptoj. Do me thënë që unë e kuptoj që nuk je për doktor. Jo, është e rëndësishme. Nuk është sharlatane dhe nuk është abuzive, Elena. Se unë e kam me shumë merak këtë gjën për ta shpjeguar, se ndonjëherë në rrjetet sociale dhe në publik edhe keq kuptohen këto tematika që Okej, se unë kam edhe shumë persona, shiko se unë kam shkuar në një hoxh, po çfarë të ka bërë hoxha, më ka dhënë një nuskë një ajmali. Ajmali. Tani, një trekën që nuk të mbron ty. Ose në momenti që hapet mund t'jetë me shkaravina që të nuk e di, mund t'jetë dhe një ritual santanik. Dihet gjua arabe se i njofin dhe syret e Kuranit i njofin, ti kemi ditur që të vogla, i kemi ditur, por pasaj ka edhe pjesë që shkojnë edhe në përfallxhorit, shiko se bëra debate me burin, ose çfarë do bëj ande këte, ose më shtof buri, ose ka lidhje me një tjetër. Ka koll buri apo shtohur kështu? Është shtohur në distancë. Pasaj vetëm temperaturë mos ketë po le të jetë ftohur. Pastaj, ke dhe persona që ka shumë që abuzojnë, marrin dryne, se unë kam dhe shumë kliente që dryne, që fina të vdekuri, budalliqe, foton, varezësh, rituale okulte. Kam pasur shumë persona që kote fundit, më kontaktoi një grua, sa kish martuar djalin, dhe tha, në bas një vit unë kam gjetur, tha, poshtë 2 sheku të djalit kam gjetur drynë të mbyllur. Por arsye që djali mos bënte fëmijë. Po se ngrinë e 2 shekull ti ndronë ato çarçaf. Po, ka qenë rasti që kanë byer dhe është ngritur shtëpia dhe më kontakton. Kanë gjetur. Po. Shiko. E para njëherë faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit e ju. Po, jo faleminderit, po ndonjë rit që mund të bëjmë ne ndërkohë që heqim pemë dhe të jepi imun nga këto magjitë që asnjë gjë, vetëm pema duhet të hiqet ditën. Ato se që tash mund të lihet një monedë ose një unas serme që të treqe atë energjinë e tokës, edhe një metalike, do rinë në shtëpi, jo por të dalë jashtë. Edhe një degë brethit natyrale, edhe një degë brethit natyrale, por sa më natyrale është më mirë. Okej, shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dashur. Kthehemi pas pak. Publicitet.